Të nderuar xhamat, jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad, libër I veçuar në edukimin dhe përmirësimin dhe rregullimin e muslimanit. Kapitujt e fundit që I morëm ishin kapitujt e duas dhe lutjes, kur fryn era, kur ka bubullim, kur ka vetim dhe ndryshime të motit. Pastaj Imam Buhariu nga kjo kaloi në temën e lidhjes mes kësaj dhe gjunaheve. Andaj sjellë disa hadithe të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi jon alaihi salatu wassalam bëri një lidhje në mes mëkateve dhe ndryshimit të universit, si çrregullimi I stineve, si era e keqe, si fryma e ashpër e kështu me radhë. Andaj një ditë prej ditëve fryu një erë keqe në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi sa ka me disa prej shokëve të vet. Dhe thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a e dini pse ka ardhur kjo frym? A e dini pse e ka shlu Zoti këtë frym? Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha disa prej hipokritave, prej munafikave I kanë bërë gibet, kanë përgojuar disa prej muslimanëve, andaj Zoti I Madh xhelle xhelalu e ka shlu këta si vërejtje dhe si ndëshkim. Për këtë arsye të nderuar xhamat, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar besimtarin që të bën lidhje mes gjunaheve të tij dhe çrregullimeve në univers, dhe të mirave që I jep Zoti dhe ibadetit që bëhet në tokë. S'ka e mirë vetë se vjen me ibadet, s'ka e keqe vetë se është shkak I gjunaheve dhe pasojave të cilat I bën besimtarin në përditshmërinë e tina. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na mësoi që ti vendoj sidomos vërejtje dhe sy gjunaheve që s'janojnë amenën. Na kena mundësi me komentua se gjunahat si rakia dhe zinaja dhe kamata dhe zhveshja janë sebeb I çrregullimit dhe dënimit. Ama ka edhe gjunahe tjera të cilat ne nuk u amnojmë menën, si për shembull përgojimi. Sikur për shembull përgojimi. Bëje sa kështu, kur frin erë keqe dhe bubullon dhe ka alarme nga qilla, cilit pi neve I shkon menja se ka rrejt një herë kur ka shit diçka? Cilit pi neve I shkon menja se një herë me një mezhlis e ka përgoju një musliman, dhe ata nuk e di kur kush përveç ata të mezhlisit? Cilit I shkon menja? Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam e tërheqi vëmendjen e sahabeve nga një gjuna që si shkon mendja. Cilit pi neve I kujtohet kur ka ndonjë prapsi apo çrregullim se ka rrejt ndonjëherë? E ka rrejt dikan. Edhe ajo rrejn ka mundësi ka 30 vet. Ti ki harrue, po ai pi asaj rrejnë ka po dam. Ai personi që ka e ki rrejnë ka po dam. Ti e ki harru që ekzistonaj. Ti ki harru që ekzistonaj. Ose ka mundëse ka ndru jetë, ndërkohë që ti e ki deviju dhe e ke lajthit. Për Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e harron. Allahu gja nuk e harron. Çdo mëkat që ka e kena ba ka tatimin e vetë. Ndërum xhamat, lutim Zotin e Madh Allahut na I fal gjunaat ya rabbal alamin. Sepse na vesh me rahmet Zotit mundna me jetue. Po e tërheq Allahu rahmetin e vet, na s'kena mundësi me jetu rahat. Sikur gjunaat kishin pas erë, cili për neve ju kisha afru tjetrit. Baje llogarit që Zoti sikur çdo mëkat që e bojnë atë na kisha ardhur një erë keqe. Cili për neve kisha afru tjetrit. Wallahi se n'ishte afru bab me evlat, por shkak erës keqe që I kisha ardhur. Njerëzve të mëlloj që kanë gjunahe. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u bëri me dije sahabeve se pasojat e këqija vijnë pi gjunaheve, e sidomos ato gjunahe që nuk I vendohet mendja. Pastaj Imam Buhariu ka sjell një balans të kësajna çfarë me bë. Ka transmetuar nga Abdullah ibn Mas'udi, shoku I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, "Men ukhtiba indahu mu'min." Dikush thot, e çka të bëj o xho nëse unë s'baj gibet, po dikush tjetër bën gibet me xhlis? Si t'ja bëj unë? Ka thonë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, nëse jeni me xhlis dhe dikush tjetër e bën gibet dikan tjetër. Thot Abdullah ibn Mas'udi, nëse përgojohet një besimtar në praninë tënde, edhe ti e nimon ata, fanasarahu, edhe e nimon ti ata që ka sash aty, ju thuk ti në mos folni sa I nuk o këtu. S'ka nevoj me folë, sa I nuk o këtu. Kur tjetë këtu folna? Apo, ose nësë qa kimi thanë, thu janë si. Thu janë si. Mirë po njës nuk e përdorin sirin, nuk e përdorin balafaqimin. Mirë po, ju vjen e kanëshme dhe amël kur sështë aty. I thonë ke që ka kanë mi thanë. Ke që ka kanë mi thanë. Që ka tha Ibn Mesudi? Tha nimoje. E nëse e nimon, fe gjezahu Allahu khajran fi dunja vë l'akhira. Allahu jep khajr këtina në dunja vë l'akhira.
se e ka ndihmue. E ka ndihmue. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, kush ja largon një barë besimtarin dunia, ja largon Allahu një barë besimtarin në ahiret. Pastaj tha Ibn Mesudi, e kush do të që bëhet gibet në praninë e tij një besimtar, falem yansurhu, nuk e nimon. Thot, pa qashtu ave. Për një me qashtu a i fol. Ose shumë, s'ka lidhë, s'kam shka ju folu e këtë thot. Ose thot, s'kam shka ja prishun në të rëzirë. Mi anisu në si cëllët mi thonë, më zban gibet, bëhet shumë. Thot Abdullah Mesudi, fe gjezahu Allahu shërrën fi dunja u l'akhira. Allahu ka me e pagujt këtë me shërë, ato gibet gjitë këtë qëtër shka. Ama dhe ki që nuk e ka ndimu vlahu në vetë musliman, kur është bërgujue, qka ka me e pagujt Allahu me shërë dunja u l'akhira. Të ndërum gjëmat, gjërat janë të lidhta njëra me tjetrën. Gjërat janë të lidhta njëra me tjetrën. Nëse nuk e shikojna gjërat si një umet, si një tërsi, gjërat s'kan kuptim. Ki kur e kini një smut të shpia, smunën këtë familje me funksionu normal. A edhe me shku në punë pizorit, me ndika të fëmija se ka të smut. E na si musliman, kur bëjmë gjunahe, apo kur bëjmë të mira, du të mi shiku si tërsi ato. E mira në gëzon ketëve, e keqen e dëmton ketëve. Kjo është ideja. E keqen e dëmton ketëve, edhe e mira në banë kajtë ketëve. Po këtë asyjo shiko për nga mbela alayhi salatu wassalam, si mësoj sahabët, e sahabët në mësun neve. Pastaj çka tha Abdullah ibn Mesudi? Tha, nuk ka ushqim më të keq që e përtit gjuha e një besimtarit se sa gibeti. S'ka hang. Allahu e ka përshkujt gibetin si ngrënja e ushqimit vllahut dekt. Në meni në restoran, kur nuk ka ushqim gjenaze, a ka dikun në restoran? A ki në meni? Meni nuk ki, ama në tavolin po. Meni s'ka. Se ti veç me ledzu ati, e thirat menagerin, shka shumë këtu? Mish gjenaze, njeri, ti trishtohet për emnit. Ama në realitet në e bojna që ta. Për që tha Abdullah ibn Mesudi, s'ka për tip gjua besimtarit, diçka më të keqe se sa përgojimi një muslimani që nuk është ati. Allahu me Kur'an e ka ndalu të ndërum gjëmat. Me Kur'an e ka ndalu e la yaghtab ba'dukum ba'da. O ju musliman, as njani, as një tjetër mës të bangibet. Kur kush kërkan mës të përgojon. Kjo është feja e Zotit Gjellë. Ta ruash gjuhën. S'ka përtyp gjuhën diçka më të keqe se sa me e përmend dikani si nuk është aty. Na nuk janojnë amenën, po ta Allahu është e madhe. Andaj vazhdojmë me Buhariu për ta lidh punën e frymës me punën e gibetit, por shkak se gibeti është frym. Ti formulon fjalë me erë, me oksigjen, me ajër, edhe i ngjit zanorët me bashkëndorë dhe i nxjerr ato. Apo, e kjo erë, nëse s'dele mirë, nëse së fjala e mirë, ka pasoja. Apo, ka pasoja. Por këtë arsye do ta shohim pastaj me lenin Allahu te bareke ve teala në kapitullin e radhës që ka sjellë Imam Buhariu me izin e Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu t'i ruan gjuhët tona.